Një reagim i fortë i papritur dhe pa filtra ka trazuar rrjetin në orët e fundit. Këngëtarja e njohur Dafina Zeçiri ka shpërthyer publikisht ndaj një prej banorëve më të komentuar të Big Brother VIP Albania, duke ndezur sërish debatet që nuk po shuhen. Në qendër të kritikave të saj është Robert Sterkaj, një emër që tashmë është kthyer në një nga figurat më kontroverse të këtij edicioni. Me tone të ashpra dhe padorashka, Dafina e ka cilësuar atë si mashkullin më të urryer shqiptar, një deklarat që ka bërë menjëherë xhiron e rrjeteve sociale dhe ka ndarë publiku në dy kampe. E gjitha nisi pasi artistja ndau në Instagram një postim nga Stenaldo, i cili ka ngritur zërin për mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të ndryshme. Në mesazhin e tij, ai apelon fuqishëm kundër bullizimit dhe paragjykimeve, duke kërkuar më shumë ndërgjegjësim dhe respekt në shoqëri. Por ajo që e shtyu Dafinën të reagoj publikisht, ishte pikërisht mënyra se si Rogerti kishte komentuar ndaj Stenaldos brenda shtëpisë së BBVA-s, duke ngritur akuza për viktimizim dhe duke vënë në pikpyetje gjendjen e tij. Këto deklarata janë konsideruar nga shumë si të papranueshme dhe fyese, sidomos kur bëhet fjalë për çështje kaq të ndjeshme. Në Instastorin e saj, Dafina nuk është përmbajtur as pak. Përveç etiketimeve të forta, ajo ka përdorur edhe emoji për të shprehur zhgënjimin dhe revoltën e saj ndaj situatës, duke treguar qartë se nuk është dakord me sjellje të tilla në një platformë kaq të madhe si Big Brother. Ky reagim ka rikthyer edhe një herë në vëmendje një debat të rëndësishëm, kufijtë e lirisë së shprehjes dhe përgjegjësia publike, kur jep pjesë një formati që ndiqet nga mijëra njerëz. A duhet të tolerohen deklarata të tilla në emër të lojës, apo ka një vijë që nuk duhet kaluar? Ndërkohë rrjetet sociale kanë shpërthyer me komente, disa në mbështetje të Dafinës dhe mesazhit kundër bullizimit, e të tjerë që e shohin reagimin e saj si të tepruar. Një gjë është e sigurt, kjo përplasje ka hapur një diskutim të madh që pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim.